veriut vendit? Jo vetëm tentativë, po ka marrë iniciativën, e ka bë temë, sepse lajmi për krimin e gjandarmerisë e sjell këtë temë domosdoshmërisht para publikut. Tjetër është arsyeshmëria e krimit të kësaj gjandarmerie, por për sa i përket lëvizjeve të vendosje, natyrisht që është kujdesur që jo vetëm gjandarmeria, jo vetëm stacioni e kurrëdor në veri të vendit, por edhe sot keni pa që janë vendosur disa tabela të rrugëve në veri të vendit, madje aq e kanë për zemër krimin e një situate duke shitur si shtrim sovranitetin atë veri të vendit, saqë e pa ministrën e ambientit duke vendos tabela pra një gjë që është kompetencë komunale. Pra qytetarët mund mos ta dinë këtë, por vendosja emërimi rrugëve, vendosja tabelave të rrugëve, shesheve bëhet nga niveli lokal, nga komunat e Kosovës. Në rast se dihet pa një gjë tillë, se është kompetencë e nivelit lokal, pse besoni se një gjë tillë u bën nga niveli qendror? Për qëllime të fushatës? Po natyrisht për qëllime kryekut të fushatës, sepse ajo është punë administrative, duhet ta bëjnë komunat, ose në qoftë se do duhej niveli qendror, atëherë mund ta bënte me 8 qershor apo më herët, pra jo rastësisht qëllojnë të data, stacioni e kurrëdor, tabelat e rrugëve, shesheve, ideja për formimin e gjandarmerisë, kur e dim që një projekt i tillë kërkon një analizim pikërisht fillimisht të situatës, të njësiteve të specializuara brenda Policisë së Republikës Kosovës, se si po funksionojnë ata, a kemi nevojë për njësitë tjera, a mund të integrohen apo të zvoglohet numri i njësiteve speciale dhe të fuzionohen në më pak njësite, por më të specializuara, më të pajisura mirë me pajisje teknike e kështu me radhë. Ne befas kemi pa një ide të formimit të gjandarmerisë, sepse qenë kanë në disa vende evropiane. Natyrisht që shembuj të tillë dhe parimisht edhe mund duhet gjandarmeria, por duhet një analizë mirëfillt, duhet një llogaritje e kostos, llogaritja e përparësive, mangësive e kështu me radhë, sepse ne dim që vendi ynë, pra qeveria, ish kryeministri i kaluar tha që ka një marrëveshje me KFOR-in që FSK të dërgohet atje vetëm koordinim me KFOR-in, pastaj kjo marrëveshje është rinovu nga ministri i mbrojtjes zoti Maqedonci, pra megjithatë nuk varet 100% nga vullneti ynë dhe ne nuk mund të krijojmë kësi modele vetëm kuptim të krijimit perceptimit qytetar se ne po krijojmë një mekanizëm që nuk mund të jetë pengesë askush për të shkuar në veri. Po njëjtin model mund ta kemi edhe për gjandarmerinë, nëse vendos KFOR-i që gjandarmeria mos të vendoset në atë pjesë, do ta kemi njëjtë si për FSK-n. Prandaj përveç aspektit teknik të organizimit dhe analizimit